Shteti serb është përpjekur që të marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e sfidës Serbi-Shqipëri, ndërsa tashmë situatën në dorë e ka marrë edhe vetë presidenti i vendit, Aleksandar Vučić. Ai ka marrë përsipër gjithçka, teksa ka telefonuar pronarin e hotelit në Nish, ku është akomoduar kombëtarja kuqezi e futbollit për të siguruar se nuk ka asgjë për të shqetësuar në kampin shqiptar. Detajet e bukura nga vendi ku qëndron delegacioni ynë janë prezente, pasi shefi i kuzhinës i hotelit është kosovar nga Prizreni. Sfida ndërkohë nis në orën 20:45 dhe vlen për kualifikueset e botrorit për grupin K, ku Serbia dhe Shqipëria luajnë për historinë, pasi Anglia është arratisur në vendin e parë dhe një fitore për secilën skuadër do ta çonte një prej tyre në fazën play-off të botrorit 2026. Ndërkohë, qyteti i Leskovcit është kthyer në një fortesë sot, kur ndodhemi pak orë para ndeshjes me Serbisë dhe Shqipërisë, e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026. Autoritetet serbe kanë vendosur masa sigurie të paprecedenta me forca të shumta policore të dislokuara në çdo rrugë e rrugicë të qytetit. Sipas mediave lokale, në terren janë njësi speciale, patrullat armatosura dhe mjetet e blinduara, ndërsa çdo hyrje drejt stadiumit po kontrollohet me kujdes për të shmangur huliganët. Banorët raportojnë se policia është e pranishme në çdo cep të qytetit, përfshirë edhe zonat periferike, për të shmangur çdo incident të mundshëm që do ta penalizonte Serbinë me 2 vite mungesë në Europian apo botrorit e ardhshëm. Masat e rrepta të sigurisë vijnë pas tensioneve të ditëve të fundit, përfshirë raportimet për flamuj shqiptar të shfaqur në qytet dhe frikën e autoriteteve serbe se tifozët shqiptar me pasaporta serbe mund të kenë bler bileta për të hyrë në stadium. Për momentin, atmosfera në Leskovcë është e qetë. Policia serbe ka paralajmëruar se çdo provokim do të trajtohet me tolerancë zero, ndërsa ndeshja pritet të zhvillohet në vëzhgim të rrept brenda dhe jashtë stadiumit.